nuk di ta ketë ftuar njeri Dashnor Sulën. Është ftuar. Nuk di ta ketë ftuar, thash. Se ka dhe ftesa indirekt. Po, dakord. Nuk di ta ketë ftuar njeri Dashnor Sulën. Edhe një kandidate juaj apo Basanin e ka bërë ftesë. Dashnor Sula është i mirëpritur në Partinë Socialiste ose të mbështes Partinë Socialiste, sepse po nuk e bëri, nuk do ta çliroj kur PD-n nga kufoma politike e tranzicionit 35 vjeçar Sali Berisha. Për sa kohë demokratët, të cilët kanë peshë si Dashnor Sula apo shumë të tjerë, lihen jashtë, përdhosen dhe në fund të ditës anatemohen nga çdo ekran, nga të besuarit i Sali Berishës, kjo parti nuk do të funksionojë dhe do shkojë drejt vdekjes klinike, më keq se çka shkuar deri tani. Dashnor Sula duhet t'i jap një mësim që të bëj fushat fort kundra, të tengoj veten dhe në fund fare t'i jap përgjigjen e merituar Saliut, Gazit, Dashit e këtyre çka janë këta të tjerë që bëjnë. Këto xhaketat e vjetra që Rama i la edhe këtë herë në zonën e rrezikut, mendon se do ketë shumë prej tyre që do të vazhdojnë të qëndrojnë në parlament? E thash në fillim të emisionit, çka kanë mbjellur 4 vjet do korrin. Po mirë, po flas xhaketat e vjetra që janë protagonistë, se nuk po të flasun për emra anonim, se anonimët as nuk më kujtohen mua, kështu që jo më thuaj një xhaketë të vjetër. Po mirë, për shembull Fatmir Xhafaj. Se njoh. Nuk e njeh. Është po pastaj. Jo se njoh, nuk e njoh politikisht, more se di kush është Fatmiri, se kam pas koleg. Po si nuk e njeh, në shkuptim. Se kam parë 4 vite të bëj diçka, këtë po them. Po ai është në krye të një super komisioni për po kur të funksionoj korrupsionin që thon. Po jam po nuk e njoh, po them që nuk e njoh. Okej. Si banor i njësisë 7 që është ngjitur me njësinë 10 nuk e kam parë ndonjëherë. Mimi Godeli. Patjetër që e njoh. Shumë e respektuar, shumë e mirë, uroj dhe shpresoj të fitoj. Jo, pyetja ishte e përgjithshme, nga që janë në zonë rreziku, a do mund të thyejnë? Nuk ka rrezik e dashur, Edion. Nuk ka rrezik. Listat sigurta pra, do të marrin shumë vota që s'ka rrezik. Ai ka marrë para 4 vitesh votat Fatmir Xhafa, se Po, ai ishte një rast rekord faktikisht. Po, se po dëgjoj tani se po mirë pra, po nuk është kaq e shpesh. Kastile ta thash që nuk e njoh. është me kujnë biseda. Fatmir Xhafa ka marrë 16.000 vota zgjedhjet e kaluara. Pastaj po të marri 3.000 vota Fatmir Xhafa sot do të thotë që ka dështuar si politikan, ka dështuar çdo gjë. Një deputet që ka marrë 16.000 vota para 4 vitesh, unë pretendoj që nëse ka marrë 3.000 para 4 vitesh, pretendoj të marrë 7 sot. Aktiviteti politik është gjithmonë në rritje. Këtë mendoj unë. Më jep një koment për faktin që në Tiranë, siç kërkon ti vota në listë të hapur, kërkon edhe ai që ti kontribove indirekt apo direkt për të qenë në qeli Ilir Meta. Se di, mundi të them vetëm kaq që nëse ai fiton në listë të hapur, çfarë do të thotë për ty? Si e përkthen ti? Nuk fiton në çfarë? Si fiton? Bëhet deputet. Është kandidat në listë të hapur, po vota pra nga qytetarët, po bëhet deputet, se çdo bëhet. Besoj se fiton. Nuk besoj se ndo. E para njëherë nuk merr më shumë se 12 mandate PD-ja në Tiranë. Vetëm po hoqi 2 nga të vetët për të liruar vendin vetes tij. Po nuk merr Ilir Meta vota dhe nuk del deputet. Nuk ka asnjë lloj shansi, nuk ekziston shansi. Po të rinjve i druhani që mund të marrin aq vota sa do të marrin, po kush të rinj? Gërryejnë ata në elektorat. Kush të rinj? Partitë e reja apo të rinj brenda partive? Tani sa herë që ju bëj juve të mazhorancës këtë lloj pyetje, përgjigjeni gjithmonë me pyetje. Tani pse bëni sikur si njihni? Po pra kush të rinj po të them? Adriatik Lapaj. Po. Endrit Shabani. Po. Arlind Qorri. Po. Edhe një parti të re, edhe pse Agron Shejaj për shkak ka qenë PD, po ka krijuar një parti të re. Unë uroj dhe shpresoj. Ju bëjnë përshtypje këto fare? Jo, s'na bëjnë përshtypje fare. Po pse? Pse nuk e konsideroni? Po s'na bëjnë se nuk janë. Apo është arroganca e pushtetit? Jo, s'është arrogancë, unë s'kam pushtet. Unë jam pa pushtet. Po mirë, po pse nuk i konsideron ti këta? Të rinj janë këta, si ty. Po pra, ma dëgjoj, unë uroj dhe shpresoj që këta të jenë të gjithë në parlament. Nuk i bën asnjë dëm parlamentarizmit të kemi forca të reja në parlament. I konsideroj patjetër se kanë nisur një rrugtim të cilët kanë shprehin një platformë apo kanë një qasje
që duan të bëjnë diçka ndryshe nga të tjerët. Pa çka se në shumë pika nuk bie dakord, sepse politika nuk është vetëm populizëm, do të edhe të provohesh njëherë, por gjithsesi uroj dhe shpresoj që të gjitha forcat që garojnë të kenë nga një mandat në parlament dhe të përfaqësohen. Në fund fare dhe shqiptarët i shikojnë se nga e thëna në të bërë është në mes një deti tërë. Kështu ti shikojmë, duke i mandatuar ti shikojmë çastin që do shkojnë te Berisha, do shkojnë te Rama, a do rrin, do ta çojnë vend. Atë se do bashkojnë këta me, po ata i kanë shpallur si vija të kuqe. Pse mendon ti se? Vija të kuqe kur? Para zgjedhjeve. A do shkojnë me Ramën këta? Ju keni pas zgjedhjeve? Jo me Ramën, more. Po me Ko di, mund të shkojnë me Berishën, mund të shkojnë me Ramën, mund të shkojnë me të gjithë. Po tani sipas duke ndjekur qasjen tënde, ata nuk mund të shkojnë me Humsin. Nuk e di, nuk e thashun se do dali nesër titulli Halit Valteri thotë që këta Jo, po ata Ramën dhe Berishën e kanë vit kuqe, ndoshta ndryshojnë, nuk e di. Ne të dy kemi disa vite që njihemi dhe ti ke parë ja 3-4 qeveri të paktën që kur të njoh fund që janë ndruar. Ka pas vija të kuqe para zgjedhjeve, vija të bardha mbas zgjedhjeve, bëhen vije jeshile ato, bëhet jo po për hir të integrimit, jo për hir të kësaj, për hir të asaj. Kështu që le t'i lëm të lirë, se unë i kam dhe në Këshillin Bashkiak partitë e reja. Po kishin vit kuqe para zgjedhjeve, pastaj në fund fare rrin mbas derës kryetarit të bashkisë. Kush e kush marrë hallet e veta, kështu që ti lëm të lirë shqiptarët votojnë, t'u japin besimin dhe në fund fare të zhgënjehen me pozitivitet me këta të rinj që përbetohen që do luftojnë si Skënderbeu në fushat e betejave dhe këtej e ka një dorë në revani, një dorë në baklava. Ose në kadajf. Tani, të rezultati për të mbetur, kur po bisedonim para nisjes emisionit, kishe një pritshmëri shumë të madhe, jo vetëm për fitore të PS-s, por fitore nga këto mazhorancë të cilësuar gati. Pse ke këtë pritshmëri, këtë bindje kaq të fortë, sa kohë kjo forcë politike kërkon mandatin e 4 dhe mban faturën e konsumit minimalisht mbi kurriz? Sepse njoh dhe palën tjetër. Kemi 2 ekipe në fushë betejë ose në fushën e lojës, po i bëj ekipe futbolli dhe shikoj cilësinë dhe fuqinë e ekipit tjetër që e njoh shumë mirë, e njoh, domethënë jam rritur atje, e di se si funksionon dhe njoh dhe strukturën dhe se si punohet, paktën prej 3 zgjedhjesh, 2 parlamentare, një vendore të këtij ekipi. Partia Socialiste është një parti shumë e organizuar, është një parti e cila nuk punon muajin e fundit fushatës dhe të ngrema të frymën revolucionare për të marrë votat, por është një parti sistematike, është një parti pranë qytetarëve, me të mirat, me të këqijat, me gabimet që mund të ketë, sepse konsumi i pushtetit 12 vjeçar bën veten, por di të them që është shumë herë më i përgatitur, është shumë herë më e mirë, ka emra shumë cilësor në krahasimisht me ata që kemi përballë dhe është pranë qytetarëve. Dhe unë do ta mbajmë shënim këtë dhe do ta diskutojmë pas zgjedhjeve. Partia Socialiste merr minimalisht 3 ose 4 mandate më shumë se në 2021 këto zgjedhje. Po gjithë ato afera korrupsioni në 12 vite qeverisje, gjithë ato llogarit hapura me SPAK-un të eksponentëve të rëndësishëm të saj, nuk do të bëjnë firo në fund? Do të bënin shumë firo nëse Partia Socialiste do të bëjë mburoj e personave të korruptuar ose personave të cilët kanë llogari për të dhënë para drejtësisë. Unë mendoj që Partia Socialiste e ka të qartë që kur është krijuar drejtësia e re, ja ka bërë të qartë gjithkujt, që nga pozicioni më i ulët i antarit deri te kryetari i partisë, që kushdo që ka llogaridhënie para drejtësisë duhet shkojë të mbyll hallet me drejtësisë dhe nëse del i pafajshëm të kthehet në subjektin politik. Nëse nuk del i pafajshëm të vazhdojë rrugën e tij për të kryer atë dënim që mund të marrë nga drejtësia. Kështu që ndryshimi jonë është që ne jemi garantori drejtësisë, Rama dhe qeveria Rama thotë që ekzistenca e SPAK-ut do të jetë, reforma do të funksionojë, mbështesim reformën ashtu si dhe partnerët tanë, ndërsa Këneta me bufin e saj ka çdo ditë me kukuvaj ka qenë nxjerrën e qarkullim. Bufi simboli i mençurisë. Mençurisë, po ashtu, nëse është bufi, sipas bufit. Se ju e keni për buf shqiptar, nuk e keni për buf. Po me qenë Skënderbeu vinte bufi në flamur, nuk vinte shqiponjën, kështu që. Jo, e kam seriozisht, për shembull në Amerikë e kanë simbol të mençurisë, se
na i hapi sytë edhe Evi Kokalari para ca ditësh. Edhe Evi shkret. Po unë po të them këtë gjë. Që nëse që se Evi tallet me atë pjesë. Nuk është se e thot seriozisht. Jo, ajo thot që e ka mësuar strategu i fushatës. Po tallet. Se Evi unë ndjek Evin dhe Evi tallet me Lasivita, me Salion, me Belon, se i ka njohur nga brenda dhe e kanë mashtruar, e kanë gënjur dhe i ka kuptuar se për çfarë e mbajnë Partitë Demokratike atë. Prandaj them që tallet, Evi shkret tallet me këta.